E njerë që ka, jo Malgoni, edhe mirë se erdhët në videon e re për kitë muj që është këshilla magjike. Po shpresoj se kitë muj kom ju pëlqyer për çka kom e fol, edhe pse për disa ndoshta nuk keni mu pajtu për shkak se keni stilin e juve trikave, ama një temë që du me fol është flourishes në për magji rrugë. Pibjen teknikat zbukuruse të një magji rrugë. Për shembull teknika që nuk janë trik veç janë lëvizje, për shembull fladicia ose shalleka, prerja me një dorë, çto sene që i kena përmend më herët, çka doni me bo kur dilni në rrugë, ose pse përmendni këtë temë. Kështu që s'kena me shku me intro askur gjë, edhe kena me shku direkt te kjo temë. Mas pari po du me fol për vete që une nuk jam cardistry hiq. Mas pari çka është cardistry? Cardistry është një art, një kulturë që u bon damës që tash me magjin. Për para u kon nër magji. Magjia u kon ma nalt, flourishes ju kon ma dvogla. Flourishes ju kon veç do prerje që ju ndog bukur që ke mujt me i bo mrena një triku. Edhe çka shka pas për flourishes, po masanej Dan and Dave, dy cardistry që besoj që i njeni, janë ata që e kanë bo cardistry në diçka të famshme, edhe u bo kultur krejt për jashtë magjis. Edhe une nuk jam cardist, une nuk jam carder për shembull me përësit se në papare një bejë në Amazon, se nuk jam carder, mirë po nuk jam as cardist. Pibjen, une nuk di me bo prerje shumë mëdhaja me shumë tuba dhe me i përzi. Në videon e intros, që nuk e tregova sot, videon e intros e keni pa ka fundi i videos që jam ka e bëj një teknik që njihet Sybil Cut. Çaj është flourish për shembull, për ata që nuk e kuptani hala çka është flourishes, çaj është flourishes. Pibjen është kjo teknika këtë, e cila merret tuba, pret në katër pjesë, merret hala përzihet, masanej është në 5, edhe masanej është në nuk mujta në 6, që, me nëzin 6. Thuja në 6 pjesë, se edhe që kjo e tregon faktin që nuk jam cardist i mirë, po one jam ma shumë magjistar. Nuk jam edhe magjistar që shumë mirë po veç kam qef efektet e magjisë ose efektet e çudisë, se sa efektet e flourishve ose cardistries. Mas pari, që kjo është tema që du me i thonë? Që du me qelë, nashta disa nuk jeni mu pajtu me mu, edhe që ajo është se nuk është mirë me bo shumë flourishes magji rrugë. Që bibjen nuk bën me i thonë publikut qëre që di me bo me letra, une me letra di me i prej, me prej në 3 pjesë, me sil, edhe di me bo shumë sene, nuk bën me i thonë qëto. Për shkak se, jo dëni me e bind publikun që shka e një ka bëni, nuk jeni ka e bëni me anë të efekteve që keni ushtru shumë, nuk është efekti ushtrimeve të mëdha, edhe pse realiteti është e kundërta. Realiteti është që keni ushtru shumë për me arrit ato trika, plus kështu që jo nuk keni ushtru shumë për me arrit ato trika, doni me jep, thuse që kjo është efekt magjik, që kjo është qa doni me e bind, që kjo qa u bosht me antë magjis, është me antë kërcitjes gishtave, nuk është me antë lëvizjeve që ju e keni ushtru me dit për me arrit. Do me thonë që kjo është diçka që ju doni me pas kujdes. Nashta disa nuk keni më pajtu me mu për shkak se thash, ka disa njerëz që kanë stilin ndryshe, për shembull Dan and Dave ka një stil që është ma shumë me flourishes, ata ma shumë i bojnë me zbukurime, e bojnë një lëvizje që mundet më boje thjesht, e bojnë një lëvizje ma të komplikume. Magjistari jam i preferum, që është David Blaine, besoj që e dini, David Blaine është i preferumi jem, mirë po qka e ka një aftësi këgja shumë, është me bo një flourish, që nuk e bën flourish në fakt, a i bën shumë pak flourishes, edhe në fakt e bind publikun që qa është ka bën është me magji. Për shkak se i bën një vizit të se janë shumë thjeshta që qyre pe marrë që letrën, apo e shë edhe pe marrë peqes këtë, të se o ka bën diçka po të tregën. Po në fakt, kur të vjen efektit të qyre undrun letra, ata të veç me këtë bota shkatrojët për ty. Për që ato më përqen ajo dhe për që ato është magjistari jam i preferum, edhe aj nuk përdor magji.
normal, nuk përdor magji, mirë po nuk përdor as shumë flourishes, po i bën lëvizjet sa ma thjeshta dhe sa ma të kuptueshme për publikun. Ku e ka marrë këtë sen? Edhe unë e ku marrë këtë sen prej një libri të famshëm që është Real Road to Card Magic by Jean Hogarth and Braui, Frederick Braui, mirë më ranë men. Këtë libër e ku më lexu, jam sugjeroj për me lexu edhe jo, Real Road to Card Magic. Është libër që i shpjegon shumë teknika bazike, shumë teknika që s'bën asnjë magjistar pa i mësu ato, i shpjegon shumë trika që janë kogja të lehta, mirë po edhe janë kogja të mira, edhe njëjtën kohë në atë libër mëson edhe shumë teori për magjin, e cila doni me i ditë për shkak të flourishes, disa përgëzirjeve, disa sene që doni me i ditë, janë shumë nevojshme, për që ato unë shumë e preferoj atë libër, edhe është një libër që se cilë magjistar do të me lexu. Kështu që çka që kam me folë për këtë temë, për shpresoj se kum zgatë shumë edhe pse s'kum shti intro ato eq, edhe që kjo është pra vedoja se për këtë muaj që është këshilla magjike. Nëse ju ka pëlqy, shkoni në description edhe prekeni që ka me prej, shkoni edhe bëni like faqe Mëso Magji, edhe gjithashtu subscribe kanalit faqes Mëso Magji që mos me ik asnjë video, edhe gjithashtu nëse doni me më shtu në përjetet e mia sociale, i kam linkat poshtë. Kështu që i kryeni krejt këto, edhe shihim deri në javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja. Edhe për fund të provoja për muna me bo këta sëllkatin. Që 5, edhe nuk jam shumë florishër e mirë, në fakt nuk jam as pak i mirë, mirë po që kjo është sëllkat, që kjo është pra, e kam 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe masanej e merni edhe i bashkoni prapë. Që kjo është pra sëllkat, për shpresoj se ju ka pëlqy, edhe për shpresoj se keni me bo like këtë veta. Sipse të ashtë të në fund, veç pi